Përshëndetje miq të dashur. Shkojnë në vitën e radhës Ramushi, sepse më boni përshtypje, po i vi ka keq për diasporës. Zahar po të për pleqnis, i mbo ma emocional, e po më dhimet diaspora, po më dhimen shpia thot. Po ne kom një pyetje, Rambo, për ty. Sa ti ke qenë në qeverisje, ti çka ke bo për këtë punë, valla? Mos më ikri nia. Qëta shtron men? Qerinia ka ikë për Kosovës? E po ikon? Sepse po do në marrë në qeverisje? Po do më bo ndoshta president? Qëta shpo të bjen men vujtjet e poplit? Mos është pak vonë Ramush? Se vujtjet e poplit o të qahen gjithmonë, o nuk qahen heq. O dhimen gjithmonë, o nuk dhimen heq. Që si mas teje, në mund tash ku ke plak edhe je po emocional. E tek tash po dhe kanë më të dhim diaspora. Ose ata tjerë që po ikon për ditë. Unë e kam probleme pajtu me ty këtë, Rambo. Sepse se cilë kryeministër, apo se cilë president, apo se cila qeveri që e ardhë Kosovë, u duft me punu për këtë punë. U duft me qelë fabrika. U duft me prunë vizitorë. E jo më një qitë haraq. Nuk po thonë për ty, po në përgjithësi po folën. E jo më një qitë haraq. Kur një fabrikë, që e dini dhe jo, ja ku marruar nuk e di, po pak me i, me dasht i, muna me gjithë, që arë në Kosovë, ka dasht me qelë fabriken, nuk ju keni dhënë tokë, jo në kodë tonë, po në kodë PDK-s. E qaj fabrik, e një etash kur Maqedoni, nuk e di sa mi punëtori ka punësu. E pëse u ikë pe këtuit, vetëm pe haraq, pe neve. Kjo është publikisht e dinë, që be thonë, unë e kom su, pe kom pa, kom lezu, pe medjave. Gjithashtu tjetra në Serbi, ka i në Serbi, kur Serbia se cilët fabrikant ose firmash, me thonë ma mirë që shkon, 5 vjet e ka pa tatim. Atu na si t'vjen, e ka haraqe mas pari, ta në vinë datime. Kjo është për këtë qarve. E ja pse rinja ka nikë. S'kam pas ku me punu. E tash, me thonë vallohe, po më dhime. Po miq, shkojmë të të gjojmë vedjen, të të shkojmë të bashku. Une një goni, tash nashta jem plak pak, edhe jem ma emocional, dhe shoni po mërzit nga kur i shoh shpijat mshel. Shkojmë në Përbënbani, në shpijat bukra mshel, me roleta. Amo këtë gjendje, Ramosh, që shtash më heret e keni pru? Jo ti personal vetëm ti, po ti e një për tyne, përgjithësi politikonat. Peshti këtu Albin Kurtin. Sepse këta që po ikën tash për Kosovë nuk po ikën, po shkojnë me viza, po shkojnë po këthejnë, shkojnë gjithë kon lipin një jetë madhë mirë. Edhe Gjerman po ikë, 200.000 Gjerman ishin një vjetë. Njërë shku, në Amerikë, në Zvicër, në Austri, të trivjane që i kanë preferume. Edhe këthejnë prapë. Po nasë që në dalë me, nasë puna me thonë që në më dalë ma heret, po në mund pe 99, 2 mitës, e deri me 20-ën, gjë e keni fajtë, 20 vjetë, s'keni mendu për atë popull. Vetëm qysh me vjedhë. Këta ka po kretë bota, për këtë arsye dhe Evropa, bota, ndjekne korrupcionin. Ndjekne korrupcionin. Jo, nuk e keni ndjek. Vetëm e keni trash ma shumë. Tash më dhimin heq, pse më të dhimin, për çfarë si ju? Shija në ato që i keni marrë. Shkojnë amiq. Unë për e thëmë diasporës tonë, lagjive, motrave tonë, të shqeqonu, po kanë i merë fëmin Gjermani, jashtë. Mino kanë i merë shqiptari. O shumë e vërtet, Ramosh. O shumë e vërtet. Por, tek që tash,
ka njës me forcu Kosova, në rroga. Edhe pak kur forcohet ma shumë, nuk mund me shkuat. Nuk shkojnë. Jo mundin, po nuk s'kan arsye me shku. Po deshtar s'kan pasare. Rambo deshtar s'kan pasare. Sepse nuk e kanë tokën tonë. Që komplet toka jote është, Sokret Monako e shteti Monakos. Një shteti vogël, po me karakteristikat, sa është Monako qas ki tokë të Rambo. Nuk a gjenë. Kështu që këto e në arsye që ka një. Shkojnë me që? Ako që ka qelë firmë në Gjermani, kur i vinë punëtori me këto. Unë për i lusë diasporën, vllazën, motra, njerëz, pi venit. Pra voni dishka për asaj punë që i boni atje, me bo këtu. Qelen e i biznes, një moja një kushërin, një tonë këtu. Po për para s'kanë mujtë Ramësh se haraci. Thash më herët, haraci si kalonë Allah. Sa i ki firma që tregojnë në përhin në për YouTube e ki që thëjnë më ka li para që në duf me falimentu. Një për tyne e ki Baki Bosi, Gold. Fabrike a ke pa, qëfar fabrike e kanë mshel. Po kur i e drejt Zoti Sup, po shku në Sierra Leone dhe o bo njëre milioner. A i s'ka qare pa punu me dikon. Anë Kosovë e kanë falimentu. Milion që fabrike. E të regon vetë, që unë si më konë atë. Shkujnë me që? Me bo një kompani më lera, diska, që boni atje, po mos në i meni këtë minë. Pra, kjo ka të bëj me ma shumë se sa pushtet, ma shumë, unë jam në pozitë që sa vjetë, kom në ndërje që dyre për kujtojnë qeverisë, kom të regu që një pas për mu. Oke, Ramësh të kja dhonë, e pse o këtheve prap? Pse po lip prap? Allah i le të regona, buri dhe. Që t'i dha dërhe që o këtheve prap. Shumë për jënë zjo me ditë pse. Pse po mendon që po shkonë vendin zgjedhje, e mos po mërën farë postit presidentës. Që di. Zotë është i malë që asë bëvaki. Zotë i mund me pru qëdira, bon qëdira. E ndashtë atë i bërë president. Amo për president, Ramu u dush me punu shumë, u duft me punu shumë të kaluarën. Se të sotësmen nuk e dim që punon. Këtë politikanët fjallë të kanë si rrushje. Amo kur po vinë atë, deri me sot, për pos levizat vendose, në kry me Albin Kurtin, asë një parti në Kosovë si ka mojtë premtimet. Me gjithat vështërsi që ka pos, levizat vendose, me pandemi, me lufta në Izrael, me lufta në Ukrainë mas pare, se Izraelit është me avona, e në Siri, e në të nalë flak, e majtë i brava i koftë. Me gjitha të kriza, në më thonë botërore, me gjitha të kriza politike, me gjitha të kundërshtime nga ju. Po thonë nga ju, të më thonë ju, për të këllit e kjo a kë, lisa sërbe, nga Amerika, nga Europa. Po prap i përbaloj. Prap fitum. Nuk e dha Mitrovicën, se kjo ka mujtë mos me hamur këtë stres, absolut. Pa këthej Mitrovicën, bravo. Me gjithë këtë stres, bravo i koft. E ti për pak vene dhe qakorën. E tash po dele po thu që mëdhimet mu, po mëdhimet ta, diaspora, fëmija rinia, nuk e di ku ki qëllimin. Ti një, zote dy, ose zote një, ti dy, e dini se ku që shtek. Mishë të dashër, kjo ishte vidje për sot mire poshë vitë radhës, zote i rujtë se cilit.